Pyetja më e çuditshme, por dhe më e shpesh që më kam bërë për jetën e diktatorit Enver Hoxha për arsye të biografisë që kam publikuar për të, ka qenë, flas në përditshmëri, a ka qenë Enver Hoxha homoseksual ose a ka qenë Enver Hoxha gay? Çuditërisht, të njëjtën pyetje eksakte ma ka bërë dhe shtëpia botuese britanike, e cila jo vetëm ma bëri këtë pyetje në një sërbër rreth 300 pyetje që e kishte për të sqaruar tekstin edhe qëndrimin po quaj të tekstit ose të librit ndaj diktatorit shqiptar, por akoma më shumë ajo mori të gjithë pjesën kur unë trajtoja këtë po quaj etiketim të tihin në atë që quhet Shqipëria e nëndeshme ose në ambientet informale shqiptare dhe ja çoj për ta shqyrtuar një historianit të njohur britanik i cili po ashtu bëri një vlerësim dhe më pas shkruajti një recens të shkurtër pikërisht mbështetur mbi këtë gjë. Pra, nuk pyetën as për problemet që mund të kishte me Britaninë e Madhe, me që do botoi në Londër, as problemet me Bashkimin Sovjetik, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Jugosllavinë, me Kinën, po u fokusuan te kjo pikë. Donin të dinin sa i saktë dhe i vërtet ishte libri në këtë pikë. Në fakt, shumë veta, thash përtej pjesës tashmë akademike të publikimit të librit i cili për momentin është publikuar në rreth 11 gjuhë të botës, kjo është pyetja më rëndom. A ka qenë Enver Hoxha homoseksual? Tani, shumë e thjesht ta japësh përgjigjen me një fjalë, por unë do mundohem të referohem librit Enver Hoxha, pra biografisë Enver Hoxhës, që kam këtë moment në iPad, pra versionin e saj PDF në iPad, që është publikuar për herë të parë në vitin 2011 dhe që më pas është publikuar në vende ndryshme në 2016 në Britaninë e Madhe, në Iran, në shumë vende tjera të botës, në Francë, në Maqedoni, në Rusi. Tani, a ka qenë Enver Hoxha homoseksual? Dhe pse dhe nga lindi kjo ide? Në rrethet, po quaj informale, të kundërshtarëve të regjimit komunist, nën-zë, me shumë frikë, me shumë merak, përflitej fakti që Enver Hoxha në rininë e tij kishte qenë një djalë homoseksual, shumë të tjerë në gjuhën Tiranë se e quanin një qefli i thekur, pra fjalë që përdoreshin, madje përmendeshin emra të burrave të moçëm Tiranës ose mesoburrave të Tiranës, kryesisht pasanik që vinin nga bizneset dhe nga tregtia, që kishin qenë njerëzit që e kishin pasur atë, më falë për fjalën që përdore, pra insistoj dhe njerë fjalën që përdoreshin dylber. Pra një term oriental i vjetër. Ka pasur aq shumë rrëfime të tilla, nëse ti futesh sot thjesht në Google dhe kërkon, do dalin me 10 kujtime njerëzish që thonë ka qenë dylberi këtij, ka shkuar me atë, ka qenë homoseksual këtu, ka qenë atje, pati homoseksualizëm në Francë, etj. Nga të gjithë studimet që unë kam bërë për biografinë e Enver Hoxhës, nga të gjitha bisedat që unë kam bërë me njerëzit që kanë qenë pranë tij, sidomos ata që i kanë njohur në rininë e hershme dhe kam takuar dhe kam folur me disa prej tyre, atyre që i kanë njohur në Francë dhe atyre që i kanë njohur më pas është më vështirë, nuk më rezulton. Në studimet që kam bërë unë ose në kërkimet që kam bërë unë, nuk më figuron askund, në asnjë moment dhe në asnjë situatë që Enver Hoxha të ketë pasur dyshime se ka pasur një orientim seksual, homoseksual ose gay siç njihet. Pra nuk ka asnjë rast tillë, as në rininë e tij të hershme, as më pas. Sikurse, duhet thënë, nuk ka asnjë të dhënë nga kërkimet që Enver Hoxha ka qenë një njerëz që ka pasur histori të shumta me femra, me gra, me tjera, pra edhe këto hynë brenda të njëjtës logjik sërish. Po tani nga u ngrit miti i homoseksualitetit të Enver Hoxhës. Sidomos në vitet 70-80 ai u bë dominues në rrjetet informale të Tiranës së nëndeshme, në bisedat midis miqve, unë kujtoj që dhe ne si fëmijë me gjysmë zëri, me shumë frikë, aq sa e kuptonim ne atë fjalë, e thoshin vazhdimisht, e thoshim në atë termin më po i quaj bullizues të Shqipërisë, por në fakt ishte një risk i madh. Nëse sigurimi kishte në target, sigurimi shtetit, pra policia sekrete Enver Hoxhës kishte në target një dikë, kishte zakonisht ata njerëz që ishin përfshirë dhe kishin komentuar jetën seksuale të Enver Hoxhës gjatë rinisë tij. Natyrisht nuk kishin një koment madh bën, po merreshin ose flisnin për të. Kjo kishte krijuar një lloj, po e quaj paranoje të sigurimit shtetit, sa aty ku dëgjoj, aty ku dikush spiononte ose deklaronte që njëri apo tjetri kishin folur për orientimin seksual të Enver Hoxhës, pritej koka me njëra, arrestoheshin, kishin dënime të rënda edhe pse në gjykatë. Asnjë rast i vetëm
edhe pse ka mbi 70 e ca arrestime që vinin kryesisht për fjalët që Enver Hoxha kishte qenë homoseksual, në asnjë gjykat nuk është përdorur ky si argument. Janë përdorur argumente të tjera për t'i dënuar me dënime nga më të rëndat, po askush nuk guxonte ta nxirrte këtë term, pra ti përfliste Enver Hoxhën këtë gjë, Enver Hoxhës këtë gjë në gjykat. Po nga doli kjo gjë. Në fakt ka dy gjëra. Termi ose asociimi me po e quaj orientimin homoseksual të Enver Hoxhës kryesisht ka lindur në emigracionin politik shqiptar, që menjëherë pas luftës dytë botërore, emigrantët politikë që u larguan drejt perëndimit filluan të akuzonin Enver Hoxhën për liberalizëm, për një orientim seksual ndryshe, për njëri që po prishte traditat, kishte filluar edhe gjatë luftës, por sidomos pas luftës kjo u bë më dominuese. Por duket se pjesën më të rëndësishme këtë, se po i referohem librit eksaktësisht, e luajti Arshi Pipa, një emigrant politik shqiptar i cili ishte larguar nga Shqipëria mbas vendosjes së regjimit komunist, kishte qenë në Burg, për një periudhë u largua nga Burgu dhe më pas arriti të Aratise. Arshi Pipa u vendos në New York, ishte poet, shkrimtar, studius i historisë dhe i letërsisë, punonte si pedagog në New York. Në vitin 1973 ai botoi një vjersh në të cilën kishte 4 vargje. Vargjet e kësaj vjeshtre, çuditërisht, u kthyen edhe filluan të qarkullonin dhe në Shqipëri, disa herë madje edhe në formë trakteve. O bandill të lumë të bith, ajo i shpjegon të gjitha. Gjduhen dituri e mend, kur njeriu ka fatin tend. Arshi Pipa, diku mbas vitit 1990, para vizitës tij në Shqipëri, i përmblodhi poezitë e tij në një libër të quajtur Albanian Stalinism, ku natyrisht ishte edhe kjo vjersh. Ndërsa gjatë vizitës në Shqipëri ai ka deklaruar që e ka shkruar në një moment të një po e quaj dëshpërimi mjaft madh në vitet 70, kur duket se komunizmi ishte shumë i fuqishëm në Shqipëri, kur shpresa për ndryshimin e regjimit ishte e pamundur dhe kur mlefi ndaj regjimit komunist ishte shumë i madh. Por i pyetur eksaktësisht ai thot asnjëherë nuk kam pasur një të dhënë eksakte që Enver Hoxha të qenë homoseksual, veç fjalëve që kam dëgjuar nga të emigrantët politik të larguar asaj kohe. Ndërkohë që ka diçka tjetër, nëse i referohemi një libri shumë të njohur, i cili është shkruar, që është historia e Partisë Komuniste Franceze, i shkruar nga Stefan Curti dhe Marc Lazare në Paris në vitin 2006, në të thuhet puna me Shqipërinë që përgatiti sipas Parisit krijimin e një lëvizje komuniste në Shqipëri në drejtimin e Enver Hoxhës, student në Sorbonne dhe diktatori i ardhshëm i Shqipërisë komuniste. Enver Hoxha sipas tyre, Enver Hoxha frekuentonte jetën e intelektualëve komunist francez, sidomos ato të darkat e Lucien Vogel, i cili vdiq në vitin 1954 pa lënë mjaft gjurmë në jetën avangardës pariziane. Lucien Vogel ishte një personazh që organizonte soare të mëdha ku merrnin pjesë disa nga elitat kryesisht të majta dhe komuniste në Parisin e kohës, midis cilëve dhe personazhe shumë të famshëm, pra si midis cilëve dhe Paul Vaillant Couturier, që ishte më pas drejtuesi i Partisë Komuniste Franceze, dhe Paul Villon. Lucien Vogel në darkat e tij thriste shpesh dhe personazhe ekstravagant, personazhe liberal, personazhe që nuk kishin pjesë vetëm e Partisë Komuniste apo të majtës franceze, por edhe njerëz liberal. Dhe këto darka shpeshherë konsideroheshin nga shtypi francez si darka pak libertine, pak komplekse dhe me orientim të hapur seksual. Nuk është çudi që darkat e Lucien Vogelit, ku Enver Hoxha pretendohet që ka marrë pjesë, ai vetë nuk e ka pranuar kurrë në kujtimet e tij, as ndonjë prej njerëzve që ka jetuar me të në Paris, si Hasan Jero apo tjerë, nuk e kanë përmendur këtë gjë, por nuk është çudi që darkat e Lucien Vogelit ose suaret e tij, pra si quhen frëngjisht, të kenë qenë fillimi i burimeve të asaj që konsideroi jeta homoseksuale ose jeta seksuale e Enver Hoxhës. Pas kësaj, thash, është përplasja në Shqipëri dhe akuzat e shtypit të emigracionit, ku më kryesorja është poezia e famshme e Arshi Pipës, e cila është u morë dhe si shembull dhe u referua disa herë në Shqipëri. Pra ishte kjo poezi, po insistoj edhe një herë, në fakt është botuar në vitin 1973, kur në atë kohë ishte një lloj biografie satirike që përbëhej këto vargje: o bandill të lumë të bith, jo i shpjegon gjitha. Ai u shpërnda si flet volante në Shqipëri, u shpërnda dhe në emigracion, dhe sigurisht shteti mori dhe një kopje të saj përmes Ministrisë së Jashtme,
Dhe kjo filloi të ndërtonte një platformë për ndjekjen e gjithkujt që e merre me këtë thëshëtem. Por, insistoj edhe një herë, pyetjes që më bën në shtëpinë botuese britanike, që verifikuan përmes një historiani britanik dhe që më bëjnë rëndom në Shqipëri, unë personalisht, mbas kërkime mund të jap vetëm një përgjigje. Jo, nuk ka asnjë fakt që Enver Hoxha, diktatori shqiptar, vrasi i 10.000 shqiptarëve, njeriu që izoloi 3.5 milion shqiptar, njeriu që e rrethoi Shqipërinë me tela me gjëmba, të ketë pasur një orientim seksual të ndryshëm, pra të ketë qenë homoseksual apo gay. Kjo nuk rezulton. Enver Hoxha ka pasur shumë probleme ti, po ky nuk është një, nuk dua ta paragjykoj as për mirë as për keq, por nuk ekziston. Pra në jetën e tij nuk ka asnjë dokument që të vërtetoj këtë gjë dhe nuk ka asnjë dëshmi. Dëshmitë e mëvonshme, të pas viteve 90, që gjenden rëndom kujtimet e personazheve të ndryshëm, nuk kanë asnjë vlerë dhe në gjykimin tim nuk qëndrojnë. Janë thjesht mbledh dhe padyshim historira të krijuar më pas. Jo, nuk ka asnjë dokument historik dhe asnjë dokument të besueshëm ose burim besueshëm që të vërtetojë që Enver Hoxha ka pasur një orientim seksual homoseksual.